Përshëndetje miq të emisionit Glamur, një takim tjetër ky radhës. Sigurisht edhe këtë të diel kemi caktuar një temë të cilën ne do ta diskutojmë me të ftuar mjaft veçantë. Kohës së fundit, të gjitha mediat, po dhe komuniteti artistik arsimor, morën jehon sigurisht mes gjitha aktiviteteve të cilat u regjistruan pikërisht për historinë e artit, një moment i cili lidhi ngushtë 4 periudha në të botuar 2 libra nga profesoresha Yıldız Hasani. Ajo është prodekane në arsim në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Tetovës dhe sot unë e kam ftuar këtu për të shpalosur ndoshta pikërisht këto periudha në një formë pak më zgjeruar. Gjithë ne tek tuk diçka dim nga kjo histori, por jo në formën se si është qasur pikërisht profesoresha Yıldız. Prandaj e ftoj në studio. Mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kam sot këtu, bashkë do të ndajmë... Faleminderit për ftesën. Do të ndajmë, periudhën e përgatitjes këtyre 2 botimeve dhe që i shërbejnë pikërisht këtij komuniteti në të cilën unë e kam theksuar, komunitetit artistik dhe ati arsimor. Faleminderit. Ka qenë një periudhë gjatë përgatitore, apo jo? Po normal, çdo punë, nëse dëshiron ta finalizosh me sukses, kërkon një angazhim, kërkon një punë, duke pasur parasysh mungesën e literaturës në gjuhën shqipe, unë u angazhova që të krijoj një material dhe të lë si një lloj trashëgimie për studentët tanë, veçanërisht për studentët e Fakultetit të Arteve. Atëherë, nga perspektiva e Renesancës tek iluzioni optik i manierizmit. Ashtu është botimi i parë, të cilën unë do ta lë këtu sepse shikuesit do të kenë mundësi që ta shohin. Dhe pastaj vinë drithijet e barokut dhe teatraliteti i rokokos. Është botimi i dytë. Botimi i dytë. Tani kam theksuar fare në fillim që ka pas një jehon. Do me thënë një përkrahje të madhe nga gjithë ata të cilët e kanë vlerësuar punën tënde. Edhe mediat e kanë bërë punën e vetë, sepse janë munduar që në formën më të mirë ta sjellin këtë moment të profesoreshës. Më the që një periudhë shumë e gjatë e kohës të është dashur që të bosh të gjitha këto informacione të cilat janë thesar edhe për universitetin, sepse biblioteka e universitetit do t'i ketë pikërisht këto 2 botime si një udhërëfyes, si një pikë ku do të mund t'i drejtohen të gjithë studentët të cilët do të kenë nevojë pikërisht për këto 4 periudha. Periudat të cilat janë lidhur ngushtë me historinë e artit, periudat të cilat janë shumë të rëndësishme, periudat të cilat ne dim shumë pak, por që profesoresha Yıldız e ka bërë të pamundurën që t'i grumbulloj të gjitha informacionet dhe t'i fus pikërisht në këto 2 botime. Dua që në një formë më zgjeruar, këto periuda t'i shpalosim parashikuesve. Ashtu, synimi im ka qenë që të krijoj një udhërëfyes të strukturuar, analitik, të ndërtuar mbi parimin kronologjik të këtyre periudhave shumë të rëndësishme që kanë ndikuar në zhvillimin e artit perëndimor, duke pasur parasysh se Renesansa është një nga periudhat më të ndritshme të historisë së artit, që paraqet një lloj shkëputje nga periudha e artit mesjetar. Sepse në mesjet, siç e dim, fokusin e ka pasur rol të rëndësishëm ka luajtur kisha dhe i ka detyruar, i ka obliguar artistët që temat i marrin nga universi fetar. Dhe prandaj një grup i artistëve kanë synuar që të sjellin ndryshime duke u shkëputur nga spiritualizmi bizantin, nga misticizmi gotik dhe duke sjellë risi në art. Prandaj, une jam orvatur që të studioj, të themi, përfaqësuesit më të rëndësishëm, jo vetëm të pikturës, por edhe të arkitekturës dhe skulpturës, duke u ndalur në kryeveprat e tyre, duke analizuar në mënyrë të detajuar që materiali të jetë i kuptueshëm pikë së pari për studentët e artit figurativ dhe pse jo edhe për dashamirët e artit dhe për lexuesin më të gjerë. Pra, Renesansa, vetë fjala Renesans do thotë rinescita.
rilindje, që do të thotë se rilindasit kanë dashur që të rilindin diçka nga e kaluara. Faktikisht ata kanë dashur të rilindin antikën, periudhën antike që ka qenë shumë e rëndësishme, qoftë greke, qoftë edhe romake, ku e dim se në antikë figura e njeriut e arriti kulminacionin e trajtimit për nga pamja jashtme, për nga fiziku apo anatomia e trupit të njeriut. Dërsa në mesjet, si që dim, qoftë në religionin islam apo krishter, nuk guxonin të paraqesnin figura reale të njerëzve. Dhe prandaj, artistët e Renesansës dëshiruan që ta rikthejnë përsëri figurën e njeriut të jetë kryesore, duke studiuar anatomin, por duke vendosur edhe elemente të reja, siç janë perspektiva apo iluzioni i thellësisë, dhe elemente tjera që e përbëjnë periudhën e Renesansës. Prandaj, unë jam dalur që t'i analizoj dy periudhat e rëndësishme të Renesansës, siç janë Renesansa e hershme, që është 400, dhe Renesansa e lartë apo 500, që është periudha e përsosmërisë. Do të thënë, në Renesansën e hershme artistët dal nga dal, gradualisht kanë filluar të shkëputen nga periudha mesjetare dhe të sjellin këto risi, sepse vërtet nuk është e mundshme për një herë edhe opinioni i gjerë që t'i pranon këto ndryshimet. Prandaj disa emra të shquar të artistëve që i kanë përfshirë në pjesën e parë të materialit, siç janë Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Piero della Francesca, Masaccio, janë analizuar në mënyrë të detajuar. Dhe pastaj pjesa tjetër i përket Renesansës së lartë, siç e dim, ajo shënon kulminacionin e rilindjes, sepse shfaqen emra të gjenive të artit, të cilët kanë qenë të gjithanshëm, nuk janë marrë vetëm me një profesion, ata janë marrë edhe me matematik, muzik, letërsi, ndër emrat më të shquar padyshim është Leonardo da Vinci, por pasojnë edhe piktorët tjerë apo artistët tjerë, siç janë Michelangelo Buonarroti, Raffaello Santi, Tiziani, Correggio, Giorgione. Të gjithë këto janë bërë sinonim i përsosmërisë dhe kanë formuluar me një fjalë panteonin e rilindjes së lartë, që veprat e tyre, siç e dini, ndodhen gjithandej sot në muzeume dhe në galeri të ndryshme dhe kanë pas një impakt shumë të rëndësishëm edhe në zhvillimin e periudhave tjera pasuese të historisë së artit. Unë do të drejtohem profesoresh, mundet kështu, a? Mundet. Po e ke përditshmëri, sepse të gjithë thrasin profesoresh. Gjuhën e komunikimit në formën artistike e ketë përditshme, sepse këtë kontaktin me studentët, po dhe me kolektivin, gjithmonë dallon nga kjo gjuha të cilën ne e kemi ndoshta të përditshme në komunikim, sepse gjuha artistike ka dhe termet specifike. Dua të ndalim këtu sepse të dashur t'i adaptosh të gjitha këto ndoshta nga literatura të cilën ti e ke huazuar në gjuhë të ndryshme, ku dhe i e qasur bibliotekave të ndryshme. Do më thuash burimin, ku e more, në cilat literatura, adaptimin në gjuhën shqipe dhe sa ka qenë kjo periudhë vështirë për ty? Do me thënë, duke pasur parasysh se unë studimet e mia i kam kryer për histori të artit dhe arkeologji në Fakultetin Filozofik të Shën Kirili dhe Metodit në Shkupe, dhe gjatë studimeve unë kanë hasur shumë vështërsi për materiale apo literaturë në gjuhën shqipe, se në përgjithësi ka qenë literatura në gjuhën serbokrate dhe në gjuhë të huaj. Dhe prandaj më është dashur që vite të tëra të studioj, të lexoj, të grumbulloj materiale nga interneti, të shoh emisione dokumentare të cilët tani janë mjaft prezent në YouTube apo në kanale tjera edukative që janë, dhe duke grumbulluar, sistemuar të gjithë këto materiale, dëshiroja që të bëj një material që do të jetë i kuptueshëm dhe i qasshëm për studiuesit e artit. Mënyra e artit të Renesansës është aktuale edhe inspiruese edhe sot? Po, si që përmendëm edhe emrat e artistëve, ku shumica e krijuesve të ri sot frymëzohen nga ndonjë detaj, nga ndonjë teknik, të cilën e kanë shpikur këta artistë të mëdhej, edhe janë mjaft frymëzuese, jo vetëm në pikturë, por edhe në skulpturë. Shumica e skulptorëve mundohen për shembull të imitojnë apo të marrin elemente nga Michelangelo Buonarroti, që llogaritet si njëri nga skulptorët më të mëdhej të Renesansës. Unë e kuptova që është në shërbim të studentëve, po dhe studiuesve të cilët do t'i reken kësaj pune në të ardhmen. Ju shërben?
Po, pa tjetër se ju shërben, se ky material ju shërben edhe atyre që veç më kam përfunduar me studimet, pse jo të rikthehen ka njëherë, ta shfletojnë, t'i rikujtojnë emra, sepse janë një numër i madh i emrave të artistëve që ka njëherë, apo me kalimin e kohës harrohen, dhe kjo mendoj se do t'ju ndihmon mjaft që t'ju rikthejmë përsëri edhe kujtimet nga studimet, po pse jo edhe informacionet për këto periudha shumë të rëndësishme të historisë së artit. Ka brenda këtyre dy botimeve momente të cilët do ta ndërtojnë njohurinë e një personit caktuar i cili duhet t'i drejtohet pikërisht këtyre periudhave të cilat janë vendosur në libra. Po, sepse unë përveç pjesës teorike që kam bërë analizat të thelluara, kam vendosur edhe reproduksionet apo fotografitë e punimeve, ku në fund të librit gjithashtu kam vendosur tabelarin me linqet ku mund të referohen edhe online lexuesit që të futen dhe të analizojnë më detajisht veprën, pse jo ta zmadhojnë apo të marrin edhe më shumë informacione për këtë autor, që t'jetë më interaktive, ta themi, materiali dhe mos t'jetë i bezdisshëm vetëm teori të lexohet, por njëkohësisht edhe vizualisht të jetë më tërheqës për lexuesin. Jam shumë kurioztare të di në takimin e parë me studentët pasi e kanë lexuar këtë libër, ose pasi janë ndalur në periudha të caktuara ku kanë shpreh interesim ato. Cilat kanë qenë pyetjet të cilat janë parashtuar? Kanë qenë, domethënë, momente shumë pozitive dhe inkurajuese njëkohësisht edhe për mua, sepse thanë tani profesoresh më nuk mundesh edhe ti na vlerësosh, ta themi, dobët, për shkak se më veç e kemi librin në përduar dhe është shumë i kuptueshëm dhe jemi shumë të lumtur që më në fund arritëm që të kemi në duart tona një material të këtij formati dhe ta pasurojmë veten tonë jo vetëm me informacione, por njëkohësisht këto dije dhe njohuri t'i shfaqim edhe në familje, edhe në rrethin më të gjerë, sepse vërtet janë shumë të qarta gjërat që janë shkruar në libër. Si e cilësoni stilin e barokut, sepse jeni ndalur në momente shumë të veçanta brenda botimit? Pra edhe baroku, siç dihet, është një prej periudhave më kontradiktore, më diskutabile në historinë e artit, sepse edhe vetë termi barok ka disa emërtime, është si qilibar, guri pa rregullt, dhe baroku si periudhë ka qenë një prej periudhave ku shoqëria borgjeze ka pasur një impakt shumë të rëndësishëm, por njëkohësisht edhe kisha përsëri e rikthen rolin e saj në shoqëri. Kështu që ndodhin edhe ndryshime në aspektin e trajtimit tematik të veprave, ku një prej elementeve më thelbësore të barokut është dritëhia. Prandaj edhe unë e kam titulluar Dritëhijet e barokut, që ndryshe në terminologjinë italiane është tenebrisëm apo diku haset edhe si chiaroscuro. Pra ata nëpërmes të dritëhijes kanë arritur që të krijojnë kompozicione shumë dramatike. Veprat duken si me u hap perdja dhe dalin aktorët në skenë, domethënë ka një dinamik, ka një lëvizje në paraqitjet kompozicionale dhe krejt kjo ka reflektuar që veprat e barokut të jenë mjaft tërheqëse, ku përpos këtyre elementeve dhe kostumografia do të dominon në barok, siç e dim se kostumografia do të jetë edhe një detaj që do të shfaqet edhe në artin skenik si një detaj shumë i rëndësishëm. Prandaj edhe nga periudha e barokut unë kam zgjedhur shumë përfaqësues që t'i analizoj, sepse baroku për dallim nga Renesansa që më tepër ka dominuar në Itali, pra në Firenze, në Rom, në Pisa, baroku është përhapur në shumë vende evropiane. Përpos në Itali, kemi edhe në Holandën jugore, Holandën veriore, në Spanjë, në Francë, dhe nga të gjithë këto vende padyshim që ka emra shumë të mirënjohur të artistëve. Prandaj unë jam dalur nga çdo vend t'i analizoj piktorët, skulptorët, por pse jo edhe objektet arkitekturore që edhe sot e kësaj dite janë mjaft të vizituar nga turistët, nga ardashësit e kështu me radhë. Stili i barokut i bie të jetë kompleks? Po është pak më ndërlikuar, është për shkak të këtyre rrethanave që kanë ndikuar në shoqërinë e asaj kohe. Dhe prandaj pas barokut do të pason edhe periudha e rokokos që kulminacionin e saj arrin në shekullin 18 dhe tani si qendër e zhvillimit të artit do të jetë Parisi, Franca. Dhe kështu që aristokracia franceze ka dominuar dhe padyshim që kanë kërkuar nga artistët që të krijojnë vepra që u dedikohet familjeve të tyre aristokrate, pra ahengjeve, argëtimeve të lloj-llojshme që janë zhvilluar. Prandaj thuhet për stilin rokoko se shënon edhe
kulmin e modës, sharmit, detajeve të stërholluara, të cilët kanë reflektuar në shoqërinë asaj kohe, ku e dim se pas Rokokos pason shekulli 19 që ajo do të jetë ndikuar edhe nga rrethanat që janë krijuar politike dhe ekonomike dhe shoqërore nga revolucioni borgjes. Dhe tani më arti fillon të ndryshon pamjen, kuptimin dhe mënyrën e trajtimit të saj. Erdhe deri tek një përgjigje pse literaturës shqipe i kanë munguar këto 4 periudha në këtë formë? Vërtet, kjo është një pyetje, një çështje shumë me rëndësi, për arsye se mungojnë historianë të artit, theme të drejtën. Është një kuadër shumë deficitar, ku rinia sikur stepet nuk merr guximin që studion historinë e artit. Prandaj ky emision ndoshta do të jetë edhe si një apel ndaj rinisë, në thirrje që të interesohen për këtë fushë, se vërtet është një fushë tepër interesante ku ne përveç ta themi periudhave të ndryshme historike në të cilët ka kaluar njerëzimi, dalemi në aspektet vizuale që kanë qenë si rezultat i besimit, religionit, momenteve të ndryshme të njerëzimit, dhe prandaj historia e artit është një fushë mjaft e gjerë, por tepër interesante, dhe kështu që mendoj se mungesa e kuadrit shqiptar në fushën e historisë së artit ka reflektuar që mos kemi shumë botime në gjuhën shqipe. Edhe pse për një periudhë të caktuar të historisë së artit, profesor Hivzi Muharemi ka botuar një libër Historia e artit 1, vëllimin e parë, por ai libër përfundon deri te Renesansa. Prandaj edhe unë vendosa që të vazhdoj me Renesansën, manirizmin, barokun dhe rokokon, dhe pse jo edhe në të ardhmen të vazhdoj edhe me periudha tjera shumë të rëndësishme të historisë së artit. Po, unë e di që ju si katedër jeni lidhur ngushtë me këtë trekëndshin Tiranë-Prishtinë, Ashtu. Në aktivitetet shumta të cilat i bëni bashkë. E kanë komentuar pikërisht studiuesit nga Tirana, nga Prishtina, apo dhe profesorët universitarë të cilët janë lidhur ngushtë me historinë e artit. Nismën, se do kisha thënë nismë. Ashtu, nisma, se kjo ndoshta mund të mos jetë e përsosur si material, por sadopak është një lloj nisme prej ku mund të vazhdojnë edhe studiuesit të tjerë që ta zgjerojnë akoma më shumë këtë material. Jam shumë kurioze ta di këtë komunikimin tuaj. E kam vlerësuar mjaft këtë guximin tim një herë, sepse vërtet është edhe kjo një guxim, dhe e kanë mirëpritur si një material shumë të nevojshëm për bibliotekat universitare, qoftë Fakultetit të Arteve të Prishtinës edhe të Tiranës. Kështu që besoj se edhe atyre do të ju shërbejë ky material gjatë studimeve të tyre në fushën e artit. Botimi ka filluar të shpërndahet edhe në bibliotekat tjera përveç në Universitetin e Tetovës? Po, tash kemi në plan që të bëjmë edhe një promovim edhe në Prishtinë, sepse unë jam ligjëruese edhe në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, kështu që edhe studentët e Prishtinës me kureshtje janë duke e pritur që ta kenë në duar këtë material. Mungesa e kësaj literature ka bërë që kjo nismë të jetë kaq në dukje, në të gjitha aspektet, sepse kanë komentuar në të shumtën e rasteve njerëz të cilët janë të fushës, e kanë komentuar si nismë e cila duheshte të jetë ndoshta edhe pak më herët, sepse duke pas parasysh që Universitetin e Tetovës katedra juaj funksionon që prej kohësh, dhe ju gjithmonë jeni ndërtuar me materiale të cilët i keni poseduar në gjuhë të huaja dhe i keni adaptuar për studentët pikërisht në gjuhën shqipe. Por që sot, ja që Biblioteka Universitetit i gëzon këto dy botime, të cilat besoj do të vazhdojnë në rrugtimin tuaj për ta sjellur edhe formën tjetër atë të cilën e keni theksuar në kuadër të kësaj bisede. Unë vërtet jam shumë e kënaqur për punën të cilën ju e bëni, dhe kur tham për thirrjen e gjithë atyre të cilët duhet të jenë pjesë e katedrës tuaj, unë do t'i kisha ftuar 100% që të jenë pjesë e katedrës tuaj, sepse jeni një energji e jashtëzakonshme brenda kësaj katedre, një punë të cilën e bëni të palodhshme dhe me një dashuri shumë të madhe për artin, kështu që
keni pasur fatin të takojnë gjithë bashkë, sepse si sinergji e keni këtë energjin pozitive gjithë grupi. Ju uroj për punën të cilën e bëni. Është një konglomerat i artistëve të ndryshëm, edhe të artit figurativ, të artit muzikor dhe artit dramatik. Të gjithë jemi shumë kompakt, bashkëpunojmë njëri me tjetrin dhe i gëzojmë sukseseve të njëri tjetrit, se cili në fushën e vetë që arrin suksese, pa dyshim që ajo është një sukseset të tilla, dhe është një trashëgimi që do të ngel për pasardhësit. Po, pastaj unë i kam parë pikërisht këto komente të cilat ato i kanë dhënë në një formë shumë të besueshme dhe një formë shumë miqësore për punën të cilën e keni bërë për një periudhë pak më gjatë. Po. Një moment i cili më la shumë kërshëri ishte kisha. Kisha në të cilën fillon gjithçka dhe ndërtohet gjatë periudhës. Mund të më thuash këtë moment në formë pak më zgjeruar? E tani kuptohet, në mesjet kisha e ka pasur rolin kryesor, siç përmendëm edhe religionin krishter, që ka kërkuar tema të merren nga ikonografia kishtare dhe të trajtohen sipas standardeve dhe rregullave shumë të repta, ku artistët kanë guxuar të dalin nga ato rregulla. Pa dyshim është dashur që të respektojnë atë formacion të kërkesës së kishës. Dhe në Renesans, kisha e fillon ta zbeh, ta humpat rolin e saj, për shkak se, siç e dim, Renesans shkenca e merr primatin. Pra matematika si një prej shkencave më eksakte dhe më të rëndësishme do ta luan rolin kryesor, prandaj edhe artistët duke u bazuar në rregulla të ndryshme matematikore kanë arritur në këto elemente të reja figurative, ku njëra prej ato është perspektiva. Pra kemi aplikimin e perspektivës lineare, atmosferike, të plafonit, perspektiva e zogut, dhe të gjithë këto forma të perspektivës kanë ndikuar që kompozicionet të duken më reale, më të natyrshme dhe publiku të ndjejë sikur është pjesëmarrës në ato skena që trajtohen. Dhe siç thamë, në barok përsëri do ta ketë rolin kisha katolike, ku gjithashtu disa artistë të cilët nuk janë përshtatur shumë nevojave të kishës, edhe janë përndjekur edhe... Këtu desha të ndalem, sepse është arti i barokut ai i cili bën ndryshimin pastaj nga ky ligji i ikonografive të cilat nuk është lejuar për të dalë nga kjo kornizë, arti i barokut fillon dhe i lëviz gjërat, Ashtu, po. Por edhe pse janë tema të marrura nga ikonografia kishtare, artistët e barokut i trajtojnë në mënyrë shumë reale, shumë natyrale. Ajsa kemi rastin të themi me një piktor shumë të rëndësishëm italian, Michelangelo Merisi di Caravaggio, i cili nuk është pajtuar të themi me atë reptësinë e kërkesave të kishës dhe ka dashur që të arrijë një lloj fuqie të paraqitjes së skenave, duke i paraqitur Jezu Krishtin si një person të rëndomt, apo skenat të ndryshme që janë nga Vijata e Vjetër, i trajton si të rëndomta, por nëpërmes drithijes, ai në mënyrë simbolike apo në mënyrë metaforike përcjell elementet që kanë të bëjnë me elementet kishtare, siç është një element shumë i rëndësishëm oreoli tek shenjtorët që vendoset për të dalluar një shenjtor nga personat e rëndomt, atëherë ato mbajnë në kokë oreol, që është ajo forma rrethore. Dhe tani këto barokut nëpërmes hijes që shfaqet në prapavi ka simbolizuar ta themi oreolin. Po, dhe kur ndalesh tek analizat të cilën e merr përsipër për ta bërë në momentet të caktuara, unë besoj që këndi yt ka qenë krejt ndryshe. Patjetër. Vështrimi yt ka qenë krejt ndryshe. Më tepër ta themi profesionale, pa u futur shumë në problematikat ta themi të fesë, religionit apo problemeve shoqërore që janë zhvilluar. Fokusi më tepër ka qenë në aspektin vizual, ta themi figurativ, për ta analizuar veprën në mënyrë me ato elementet figurative që e përbëj. Në momentin që ndalesh dhe analizon të gjitha këto të vërtetat të cilat i ka pikërisht një moment, ngelin aty, nuk lëvizin, apo jo? Patjetër, ajo që është ajo, nuk mund të ndryshosh. Po. Me thënë se ato janë rregullat të periudhave të caktuara. Kështu që besoj se lexuesit do ta gjejnë edhe veten aty, edhe do të pasurohen me një informacion, me një njohuri më të detajuar apo të thelluar, siç thash, për këto 4 periudha të rëndësishme të historisë së artit.
Do të ndalem dhe të një moment tjetër, sepse zakonisht unë jam njëri I cili dua më shumë kritikën se sa lëvdatën. Sa mendon që në këtë fush mungon një kritik arti ndoshta? Mungon mjaft. Kritika artit është një fush e veçantë, do me thënë, sepse ka studime apo stafat që kanë të bëjnë me kritikën e artit, po ka njëherë në mungesë të kuadrit edhe ne si historian arti merremi edhe me kritikën e artit. Atë pjesë më tepër e kemi në organizimin e ekspozitave, ku për organizimin e një ekspozite patjetër duhet një parathënie të themi për katalog, për të dhënë një vështrim të përgjithshëm për një ekspozitë të një artisti, kështu që detyrohemi edhe unë, edhe profesor Mixhait Pollozhani që është gjithashtu historian e arti, të bëjmë një lloj përmbledhje të një ngjarje të rëndësishme siç janë ekspozitat, apo të shkruajmë ndonjë vështrim në revista të ndryshme për të dhënë një kuptim, të themi, më të gjerë për këto problematika. Por në fakt, kur I ke këtë analizë të shëndosh dhe të vështruar nga një kënd profesional, kritika është më e lehtë pastaj për tu realizuar, apo bëhet edhe më e vështirë? Bëhet më e vështirë. Se ndalesh te detajet, Po, ndalesh te detajet, pastaj kuptohet se ka njëherë keq kuptohet kritika, se ke raste kur ti e shet se nuk është arritur maksimumi në ato vepra që I ka trajtuar artisti, dhe për shkak të afërsisë mundohesh që ta ngresh në piedestalin më të lartë ndonjë emër. Historia e artit, sipas jush, profesoresh, është kulturë? Është kulturë. Që duhet ta posedojë çdo njeri nga ne? Që duhet ta posedon gjithkush, është, ta themi, një fushë mjaft urbane, mjaft intelektuale dhe aristokrate me një fjalë. Por fatkeqësisht jetojmë në një vend ku është problem që ta themi ta menaxhosh ashtu siç duhet, për shkak se mungojnë galeritë të artit në shumë qytete, se për në Shkup nuk është problem, janë galeritë të artit, por për qytetet më të vogla disi është problem, sepse vazhdimisht I duhet të jesh në rrjedha, duhet të ndjekësh aktivitetet kulturore që të kesh një opinion më të gjerë për krejt atë që zhvillohet brenda botës së artit. Duke qenë stacionuar në Universitetin e Tetovës dhe qytetin e Tetovës, duke bërë lëvizje mes Prishtinës dhe Tetovës, unë kam parë që nuk ke munguar në aktivitetet shumëta duke filluar që nga Kumanova, Gostivari dhe kështu me radhë. Janë këto momente të cilat e ndërtojnë sigurisht edhe artistin në fjalë, po edhe e respektojnë ai cili vjen me një ekspozitë caktuar. Në momentet të tilla, ndjehesh e gatshme ndoshta për të komentuar mbi veprat të cilat I përkasin një autori I cili ka shfaqur disa prej veprave? Është obligimi ynë të themi që ta respektojmë një artist I cili ka punuar vite të tëra për ta realizuar apo për ta finalizuar një ide që ka pasur apo një kuptim për artin. Prandaj unë përveç se shkoj personalisht në marr pjesë në këto ekspozita, unë I ftoj edhe studentët gjithmonë, ju them patjetër t'i vizitoni këto ekspozita, se ndryshe kur shifen veprat nga afër, kur shijojnë, dhe ndryshe vetëm nga librat kur I shihni punimet. Prandaj, unë kam pasur një fat, ta themi, përgjithësi, sepse jetoj me një familje që dëshirojnë shumë të udhtojnë. Dhe kështu që gjatë udhëtimeve të mia, gjithmonë kam zgjedhur që të udhtojnë në këto pika ku ka galeri më prestigjioze dhe ku ndodhen këto historike se sa argëtuese, ashtu, më shumë. Apo kombinim njëra me tjetrën? Kombinim, dhe kështu që kam pasur fatin që nga afër shumicën e këtyre kryeveprave t'i shoh, t'i përjetoj dhe kuptohet kur I sheh, edhe ndryshe I ke edhe përcjelljen e informacioneve ndaj studentëve. Kështu që në qoftë se marrim edhe kopertinat e këtyre librave, unë te libri Renesansës kam zgjedhur një fragment shumë të vogël nga tavani Kapellës Sistine, që është një prej kryeveprave më të njohura të Renesansës, që është vepër e Michelangelo Buonarrotit, I cili ka zgjedhur që të punon skena të ndryshme nga dhjata e vjetër, kuptohet krijimi I gjithësisë, krijimi I Noes, dehja e Noes, krijimi I Adamit dhe Evës e kështu me radhë, dhe në mesin e të gjitha atyre figurave, mbi 340 figurave, unë kam zgjedhur që të marr si fragment Sibilat, të cilët janë në lunetat anësore të tavanit, janë figura mitologjike dhe shpirtërore. Faktikisht Sibila përcjell dije, intuit, ka një shikim përtej të dukshmes, që faktikisht është edhe përmbajtja konceptuale e librit që kam trajtuar.
Ndërsa në librin e dytë kam vendosur që zgjedh një kryevepër të një artisti të mirënjohur të barokut që është një emër, Rembrandt van Rijn. Ai shquhet më shumë për portretet, për një studim të karakterit të thellë të portreteve, ku ai njihet si një autoportretist më i njohur botror, pse mbi 65 autoportrete ka realizuar. Dhe unë zgjodha pikërisht gjinin e peizazhit që e ka trajtuar, dhe vetmja pikturë në gjinin e peizazhit është kjo Stuhia në detin e Galiles, ku edhe te kjo vepër shfaqen ato karakteristikat e barokut që thash, dritia e theksuar, tensioni, dramatizmi, ku paraqitet një ndërthurje e fuqisë së natyrës dhe personave të cilët janë pjesëmarrës në këtë anije me vela, që mundohen që ta qetësojnë anijen me vela dhe të relaksohen dhe të shpëtojnë faktikisht nga kjo stuhi që ka kapluar detin e Galiles. Dhe në vërtet, kur i kam parë live këto vepra, më kanë gjallë mjaft kurreshtje, një emocion, dhe kam thënë kur të bëj libra, patjetër këto dy vepra kam t'i vendos në kopertinën e librit. Dhe kur e spjegon kështu, unë i shoh si të kapshme në çështjen emocionale, shumë të përafërta, shumë të dukshme ndoshta. Po, ashtu është. Të lidhin shpejt, ë? Shpejt të bëjmë për vete. Për vete. Prandaj edhe këtë rast dua t'i falenderoj edhe dizajnerët që e kanë bërë punën më të madhe, që mos jetë vetëm një material i thatë, por edhe vizualisht jetë tërheqës për studentët. Në librin e parë ka qenë angazhuar ish studentja jonë e Fakultetit të Arteve, Jonita Thaçi, e cila në mënyrë mjaft profesionale ka bërë atë dizajnimin grafik të materialit, duke i radhitur tekstin, fotografit. Ndërsa në librin e dytë falenderoj Burim Islamin, i cili gjithashtu ka qenë student i Fakultetit të Arteve, drejtimi dizajn grafik, ku edhe ai ka arritur që ta përshtat tekstin me periudhën e barokut, duke u ndalur në një font karakteristik, në një stil karakteristik të radhitjes së materialit, dhe kjo e ka bërë, ta themi, më të kompletuar. Kompletuar, kuptohet botimin e këtyre materialeve. Por po ashtu rol shumë të rëndësishëm kanë luajtur edhe recenzentët, se krejt kjo punë nuk bëhet vetë. Pa bashkëpunëtorët, nuk bëhet vetë, kështu që falenderoj shumë profesorin Mixhait Pollozhanin, që thash është profesori i historisë së artit në Fakultetin e Arteve, me të cilin kemi bashkëpunuar që në ditën e parë, unë kur kam hyrë në fakultet, ai mi ka hap dyert, më ka pranuar në mënyrë shumë miqësore, sepse normal edhe unë e kam qenë e re, se gati 18 vite që jam e punësuar në Fakultetin e Arteve, dhe gjithmonë kemi bashkëpunu, jemi konsultu, dhe pa dyshim edhe tek libri ka pas një impakt shumë të rëndësishëm, duke më dhënë sugjerime, konsultime të ndryshme. Po ashtu edhe profesor Metin Izetin e falenderoj, i cili është profesor i filozofisë dhe i estetikës, ku ai më tepër në atë aspektin filozofik ka bërë një vështrim shumë profesional të materialit që dele kompletuar në të gjitha këto fushat të cilët janë të ndërthurura në historinë e artit. Po, profesoresh, kemi theksuar pak mbi analizën, po dhe pak mbi kritikën të cilën i lejohet një profesorit historisë artit për ta bërë mbi një vepër. Këto tryezat të cilët ndoshta duhet bëhen si të zakonshme mes artistësh për të vlerësuar ose për të diskutuar mbi një moment të caktuar, mungojnë. Është fakt se mungojnë. Mund t'jenë edhe tryeza miqësore, por që nxjerrin gjithmonë në pah një rezultat prej bisedave, prej analizave të cilat mund të bëhen. I ke këto diskutime mes miq? Në përgjithësi për opinionin e gjerë mungojnë, por në fakt në kuadër të Fakultetit të Arteve kemi projekte të ndryshme në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe Tetovës, ku aty janë pjesëmarrës edhe studentët edhe profesorët, dhe në kuadër të aktiviteteve ne organizojmë tryezë të rumbullakët, ku diskutojmë për problemet, mangësitë, deficitet që janë këtë fushë, dhe besoj se vit pas viti ka një lloj feedbacku pozitiv krejt ky lloj i organizimeve që bëjmë në kuadër të Fakultetit të Arteve. Po media, çfarë mund bëj media në këtë drejtim?
mbi këto diskutime? Media luan një rol shumë të rëndësishëm, kështu që në të shpeshtën e rasteve fatkeqësisht shumë ngjarje të bukura me vlerë kalojnë pa u regjistruar. Që edhe kjo është një lloj defekti, ta themi, sepse ndryshe kur media e regjistron, arrin edhe nëpër ekranet të vogla televizive të depërton një ngjarje, një aktivitet i rëndësishëm kulturor. Po, përkrahja institucionale mungon në këto ngjarje kulturore? Si eshe? Në disa raste, po, nuk mungojnë, nuk kemi të themi përkrahje shumë të madhe institucionale, por unë fatmirësisht në rastin konkret të botimeve të mia, kam pasur përkrahje nga Universiteti i Tetovës, që më kanë ndihmuar financiarisht që del botimi në drithijet e barokut dhe teatraliteti rokokos, ndërsa për librin e Renesansës dhe Manirizmit, unë kam aplikuar në Ministrinë e Kulturës, ku kam fituar një buxhet modest, ndërsa pjesën tjetër kuptohet, e kam investu individualisht që del në fund një material. Sepse nuk është korrekt një material ta ruajmë në sirtar, vite të tëra, dhe ajo të mbetet pa e botuar. Prandaj unë vendosa që pa marrë parasysh a do të kem shumë përkrahje institucionale, unë do të mundohem që t'i finalizoj, t'u jap dritë dhe dalin në botim të mira apo të këqija, thjesht jetë një piknisje dhe një material që do t'ju ndihmon studentëve. E vlerëson si nxitje për studiuesit e tjerë të cilët do duan t'i qasen kësaj pune? Me siguri do t'jetë si një nxitje dhe ato pse jo të vazhdojnë të azirojnë, të themi nuk është patjetër të analizojnë artistët një nga një, mund të dalen të një artist që të krijojnë një monografi për atë artist, që të studiojnë në mënyrë më të detajuar. Por këto janë artistët botror dhe kjo mund të reflekton edhe për artistët shqiptar që në të ardhmen të krijohet një libër, një vepër. Unë librin tim të parë që kam botu krijimtaria e piktorëve shqiptar në 2 dekadat e fundit të shekullit 20 nga Maqedonia dhe Kosova, faktikisht kam bërë edhe aty një lloj përmbledhje të emrave më të shquar të artistëve shqiptar, ku një pjesë dërmuese e materialit i dedikohet edhe kolegëve të mi të Fakultetit të Arteve. Dhe besoj se edhe ato kanë ngel të kënaqur sepse emrat e tyre janë shënuar në një përmbledhje. Dhe pse jo tash të vazhdojmë edhe me monografi, duke i kushtuar një monografi, një emri, një artisti, sepse ne vërtet edhe nga Fakulteti i Arteve kemi artistë që krijojnë mbi 30 vite. Dhe ato kanë një bagazh të krijimtarisë së tyre artistike, disa faza, disa cikle, dhe vërtet ne mund ta trajtojmë në mënyrë mjaft profesionale. Monografitë janë si pikësynimi profesoreshës apo jo? Po, pse jo? Prandaj e citova edhe këtë pjesë. Përveç disa prej artistëve të cilët i ke përfshirë në librin e kaluar, ke të tjerë të cilët do kishe dashur që pikërisht veprat të sillen në një formë monografie duke i dhënë dhe një analizë dhe punës së artistit? Për arsye se te libri i parë i kam kyç vetëm piktorët, këtë rast pse jo t'i zgjeroj edhe skulptorët, dizajnerët e artit, edhe të fushave tjera të cilët kanë të bëjnë me artin pamor. Mendon të mbetesh mes artistëve në Maqedoni dhe në Kosovë, apo kjo mund t'jetë edhe një nismë për artistët shqiptar të cilët veprojnë në gjithë botën? Përgjithsi, në gjithë botën, sepse kemi edhe shumë emra nga diaspora, të cilët na bëjnë krenar gjithandej, veçanërisht me këto trendet e fundit të artit konceptual, kemi emra si Sislej Gjafa, Henri Sala, Adrian Paci, të cilët kanë arritur që të ekspozojnë paralelisht me emra të mirënjohur botror. Dhe pse jo të krijojmë një material të ngel edhe për këto artist. Kemi ngelur diçka pa theksuar për botimet? Nuk e di. Diçka të veçantë? Ndoshta edhe në pjesën e pasme të kopertinës, unë kam cituar disa thënie të artistëve të shquar, që t'jetë edhe ajo një pjesë për të tërhekur që të fillojnë që ta lexojnë edhe materialin në brendi se çfarë përmban. Atëherë po ndalem tek Da Vinci për një thënie, mundet? Mundet. Ku shpirti nuk punon me dorë, nuk ka art. Natyra është burimi i gjithë njohurive të vërteta. Ajo ka logjikën e saj, ligjet e saj, nuk ka efekt pa shkak as pa shpikje pa nevojë. Shumë e bukur. Po, shumë. Do të thënë Da Vinci ka qenë një studiues i mirëfillt
i botanikës, pejsazhit, natyrës, por asnjëherë nuk ka tentuar ta kopjon natyrën pikë për pikë, linjë për linjë, detaj për detaj. Gjithmonë ka lënë një pjesë për kurreshtjen e shikuesit. Prandaj edhe veprat e Davidit, këty Leonardo da Vinci janë mjaft diskutabile sot, siç është Mona Lisa, siç është Darka e fundit, që gjithmonë zgjojnë kurreshtje edhe tek opinioni i gjerë, por edhe tek historianët e artit, sepse ai asnjëherë se ka definuar se çfarë në vërtet ka dashur që të paraqes në veprat e tij. Siç është Darka e fundit, ai e lën diskutabile prezencën e Judës, sepse në Bibël shkruhet se Juda ka qenë tradhtari i Jezu Krishtit në mesin e 12 apostujve. Por Da Vinci e paraqet si një figurë më shumë femërore se sa një figurë maskullore. Kështu që e bën diskutabile. Apo Mona Lisën. Shpesh thuajmë se figura e Mona Lisës disa herë na buzëqesh, ndonjëherë na duket se na përqesh. Pra e bën enigmatike buzëqeshjen e Mona Lisës, duke dashur që të na jep edhe variante të ndryshme të emocionit të portretit, sepse Mona Lisa llogaritet edhe si portreti i parë psikologjik në Evropën perëndimore. Ai ka dashur që të depërton thellë në karakterin e figurës dhe të nxjerrë në pah emocionin e saj. Dhe Da Vinci, nuk e ka kopjuar Mona Lisën ta bën në mënyrë të përsosur. Ai ka bërë disa lloj deformime të qëllimshme me qëllim që figurat na duket sikur lëviz. Ka një lloj lëvizje dhe përcjell një emocion tek shikuesi. Do të ndalem edhe tek Vasari? Gjorgji Vasari, po. Mundet? Mundet. Frymëzimi kërkon bashkëpunimin aktiv të intelektit të lidhur me entuziazmin dhe në këto kushte lindi koncepcioni madhështor me gjithçka që është e shkëlqyer dhe hyjnore. Ashtu. Gjorgjo Vasari faktikisht ka qenë një udhërrëfyes apo një autor i njohur që ka bërë jetëshkrimin e artistëve. Fal Gjorgjo Vasarit ne sot kemi, ta themi, biografi të artistëve, jetën e tyre. Ai ka botuar mbi 5 botime në gjuhë të huaj, kuptohet, ku është ndalur tek këto elemente, fakte të rëndësishme. Ndërsa në gjuhën shqipe është e përkthyer vetëm një botim i Gjorgjo Vasarit, ku pjesa më e madhe atij botimi i dedikohet artistëve të renesansës së hershme dhe renesansës së lartë. Padyshim që hyjnoria është me rëndësi në krijimin e artit. Do të preferoja të isha një piktor i zakonshëm që punon nga jeta, sesa të isha kopjuesi më i madh në botë. Diego Velázquez, një piktor i njohur spanjoll, i cili gjithashtu nuk ka dashur që ta kopjon natyrën, bëj një mimezis të natyrës, por thjesht ka dashur që të reflekton edhe nëpërmes shpirtit të tij, intuitës së tij, imagjinatës së tij. Andaj Diego Velázquezi shquhet si një kolorist i jashtëzakonshëm dhe njëkohësisht elementi i dritës ka luajtur një rol të rëndësishëm në veprat e tij, sepse ai e ka kuptuar, ta themi, sasinë e dritës në ngjyrë dhe si reflekton ngjyra tek shikuesi apo tek krijimi i veprave të tij. Ne do kishim qëndruar bashkë edhe orë të tëra duke folur për secilin veçmas, sepse ja vlen dhe ka shumë histori brenda veprave të secilit nga këta autorë të cilët i ke përzgjedhur. Të falenderoj për ardhjen tënde në studio. Besoj kemi thënë diçka të veçantë dhe të rëndësishme për shikuesit, por që në takimet e radhës besoj të prekim edhe tema tjera, pse jo? Faleminderit edhe juve për ftesën, kënaqësi ishte edhe për mua që në mënyrë pak më të detajuar të përcjell informacione rreth këtyre 2 botimeve të mia të fundit, dhe besoj se nuk do të jenë të fundit, do të vazhdoj edhe më tej që të përpiloj botime për studentët e Fakultetit të Arteve. Shumë suksese. Faleminderit edhe juve. Miq, ka qenë kjo e gjitha që kishim servuar sot për ju, duke ju lënë një takim sigurisht të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.